Grupi I parë prej 300 specializantësh tashmë është punësuar, ndërsa vazhdon procesi për punësimin e grupit të dytë. Synimi është që ky proces të përfundojë deri në fund të këtij viti. Kjo është një mundësi që 300 mjekë të rinj, të cilët e kanë nisur specializimin me shpenzimet e tyre, të bëhen pjesë e sistemit publik dhe ta ndërtojnë të ardhmen këtu, në vendin e tyre. Në të njëjtën kohë, spitalet që prej vitesh përballen me mungesë specializantësh do të përforcohen me kuadrin që u nevojitet. Përparësi do të kenë spitalet e përgjithshme dhe klinike jashtë Shkupit, si dhe specializimet ku mungesa e mjekëve është më e madhe. Kjo është veçanërisht e rëndësishme për qytetarët e Tetovës, Gostivarit, Kërçovës, Strugës dhe qyteteve të tjera. Ata nuk duhet të humbin një ditë të tërë, të shpenzojnë për rrugë dhe të udhtojnë drejt Shkupit për një kontroll që mund të duhet ta marrin edhe pranë shtëpisë. Nuk mjafton vetëm të ndërtojmë spitale dhe të blejmë pajisje, spitalet kanë nevojë për mjek. Prandaj, krahas investimit historik prej 74 milion eurosh në Spitalin Klinik të Tetovës dhe hapjes së rrugës për ndërtimin e spitalit të ri në Kërçovë, po investojmë edhe te njerëzit që kujdesen për shëndetin dhe shpëtojnë jetë.